Filani është shumë i mirë, sillet mirë ndaj prindërve, sillet mirë ndaj familjes, a është i edukuar ndaj Allahut Azza wa Jall, e cili është morali më i mirë ndaj Allahut Azza wa Jall, sillet keq ndaj Allahut, i buzqesh filanit, e respekton filanin, dëgjuam dhe unë nështrua. Nëse mungon sjellja e mirë ndaj krijuesit, çdo sjellje tjetër është e pavlerë. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi i takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, me lejen e Allahut Azza wa Jall, kemi filluar së bashku një serial i cili ka të bëj me shumë aspekte, me shumë çështje, me shumë gjëra të jetës tonë, të cilat ne si musliman duhet t'i njohim, duhet t'i dim, duhet të mundohemi t'i praktikojmë, t'i realizojmë në jetën tonë, ashtu siç na urdhëron Allahu Azza wa Jall, ashtu siç e kemi modelin më të mirë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Jemi së bashku në serialin e quajtur Si duhet të sillemi. Ne si musliman në jetën tonë si duhet të sillemi. Mirë po, para se të kalojmë tek temat dhe tek çështjet të cilat kanë të bëjnë me krijesat, se si duhet të sillemi ndaj prindërve, si duhet të sillemi ndaj më të vjetërve, si duhet të sillemi ndaj familjarëve, si duhet të sillemi ndaj fëmijëve, e kështu me radhë, para se të kalojmë në gjitha ato tema, së pari ajo e cila është kryesorja, ajo e cila është më e rëndësishmja, ajo e cila është e para gjitha të tjerave, është si duhet të sillemi ne si musliman ndaj Allahut Azza wa Jall. Nga se sjellja, nga se morali, nga se edukata është në 3 lloje. E para e tyre është sjellja e besimtarit, edukata e besimtarit ndaj Allahut Azza wa Jall. E dyta e tyre, edukata e besimtarit ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e treta e tyre, fundit e tyre, sjellja e besimtarit ndaj krijesave. Megjithse sot ndoshta në shumë raste më shumë i kushtohet rëndësi kësaj të fundit, se si sillet dikush ndaj krijesave të Allahut Azza wa Jall. Megjithse sjellja e mirë duhet të jetë pjesë e besimtarit në çdo aspekt të jetës së tij. Mirë po, në sa raste njerëzit vlerësohen, në sa raste njerëzit lavdrohen me çfarë? Vetëm me sjelljen e mirë ndaj krijesave. Filani është shumë i mirë. Elhamdulillah. Si është i mirë? Sillet mirë ndaj prindërve, sillet mirë ndaj familjes, sillet mirë në lagjen e vet, sillet mirë me shokët e vet, ndoshta ban ndonjë bamirësi. Ky njeri është i sjellshëm, është i mirë, është i edukuar. Në rregull. A është i edukuar ndaj Allahut Azza wa Jall? A është i edukuar ndaj Allahut? Kjo është e para. Dhe pastaj këto tjerat, nëse mungon e para,
gjitha tjerat janë të kota, gjitha tjerat nuk vlen. Çka që ti sillesh mirë ndaj dikujt, nëse ti e ke hidhuru Allahun Azza wa Jall. Çka që ti e ki një moral të lartë, një karakter të shëndosh ndaj popullit, ndaj lagjes, ndaj njerëzve me të cilët jeton mirë, po ti ndaj Allahut nuk je edukat fare. As një lloj morali, as një lloj terbije ndaj krijuesit. Andaj çështja e parë është që besimtari së pari të jetë i edukuar, të ketë sjellje të lartë, moralin më të mirë ndaj kujt? Ndaj Allahut Azza wa Jall. E cili është morali më i mirë ndaj Allahut Azza wa Jall? Sjellja e mirë ndaj Allahut Azza wa Jall, nga se njeriu mund të ketë sjellje të keqe, sjellje të mirë ndaj njerëzve, sjellje të keqe ndaj Allahut. Dhe sa mund të jetë i mirë një njeri i tillë, i cili sjelljen më të keqe e ka ndaj Allahut Azza wa Jall, ai i cili është musliman, ai i cili thotë që unë e besoj Allahun, unë e dua Allahun, unë e kam frikë Allahun, e kështu me radhë. Ky njeri mund të ketë sjellje të mirë dhe mund të ketë sjellje të keqe. Cila është sjellja e keqe? Sjellja e keqe ndaj Allahut Azza wa Jall është që njeriu të flet, të del përpara, të reagon, të filozofon ndaj fjalës së Allahut Azza wa Jall. Cila është sjellja jote në këtë rast? Si duhet të sillesh ti në këtë rast? Kur Allahu Azza wa Jall thot: "Ya ayyuhalladhina amanu", o ju të cilët keni besuar, tash Allahu ju drejtohet gjithëve, gjithë besimtarve. O ju të cilët keni besuar, la tuqaddimu bejne yaday Allahi wa rasulih, mos dilni para, mos dil para Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos dil para fjalës së tij. Wattaqullah, keni frikë Allahut. Në këtë rast, si është sjellja e besimtarit? Kur Allahu thot një gjë po dhe ti mundosh me thënë jo, nuk është bashkë ashtu. Ose kur Allahu thot jo, një gjë e tillë është haram për besimtarin, ti mundosh me thënë po, ama në këtë kohë diçish në vendet tona e kështu me radhë. Kjo është sjellja më e keqe. I pari modeli i kësaj sjellje të keqe është Iblisi, të cilit Allahu Azza wa Jall i tha që të bie në sejdë ndaj Ademit alayhis salam në shenjë respekti ndaj tij. Iblisi u përgjigj edhe tha: "Ana khairun minhu", unë jam më i mirë se ai. Ky është reagimi. Kjo është sjellja e keqe kur ti mundosh me i tregu ndonjë gjë Allahut Azza wa Jall. Kur Allahu thot dhe ti mundosh me thonë, dhe ti mundosh me reagu, dhe ti mundosh me filozofu, kjo është sjellja më e keqe e besimtarit. Pastaj ky njeri i cili sillet keq ndaj Allahut, i buzqesh filanit, e respekton filanin, e ndihmon filanin. Po çfarë që i buzqesh filanit? Po çfarë që e respekton filanin? Nuk ka dobi, nuk ka vlerë. Ky njeri nuk mund të quhet njeri i sjellshëm, i edukuar, po nëse mungon sjellja e mirë ndaj Allahut, çfarë për sjelljen ndaj të tjerëve? Së pari kësaj besimtari duhet t'i kushton rëndësi, rregull, parim. Për besimtarin duhet të jetë ajo e cila ka qenë çdo herë tek sahabët dhe të besimtarët në përgjithësi: sami'na wa ata'na. Kjo është sjellja, kjo është edukata, kjo është terbia. Vetëm na mjafton neve me thonë: a ka thonë Allahu në Kur'an? Po, sami'na wa ata'na. A ka ndaluar Allahu Azza wa Jall? Po, sami'na wa ata'na. Ne nuk kemi asnjë fjalë, ne nuk kemi asnjë mendim, ne nuk kemi filozofi. A ka thonë Allahu? Po, sami'na wa ata'na. Dëgjuam dhe respektuam.
dëgjuam dhe unë shtruam. Fjala Allahut Azza wa Jall për neve mbi gjitha fjalët. Dhe nuk ka më fjalë, dhe nuk ka më diskutim, dhe nuk ka më dyshime. Besimtari ka siguri, ka bindje në çdo fjalë të Allahut Azza wa Jall, në kohën në të cilën njerëzit mundohen të shkaktojnë dyshime në mesin e muslimanëve, në mesin e besimtarve, për këtë temë dhe për atë temë, për këtë çështje dhe për atë çështje. A ka thënë Allahu në Kur'an atë që e ka thënë Allahu, ne e besojmë. Edhe nëse e kundërshtojnë jo besimtarët, edhe nëse e kundërshtojnë islamofobët, edhe nëse e kundërshtojnë anti-islamistët, edhe nëse e kundërshtojnë portalet e ndryshme, edhe nëse e kundërshton shkenca, edhe nëse e kundërshton përparimi i kohës moderne, a ka thënë Allahu po? Një gjë e tillë është e vërtetë. Dhe gjithë të tjerët mund të jenë gabim dhe janë gabim. Çfarë do zbulimi shkencor i cili mund të paraqitet sot kundërshtohet me Kur'anin, nuk vlen. Kundërshtohet me fjalën Allahut, bie në ujë, nuk vlen. Për çfarë arsye? Nuk ka më të vërtet, nuk ka ndonjë gjë më të vërtet se sa fjala Allahut Azza wa Jall. Andaj besimtari duhet të jetë i edukuar. Besimtari duhet të jetë i nështruar. Besimtari duhet të madhëron Allahun Azza wa Jall dhe duhet të mundohet të madhëron Allahun në atë mënyrë që Allahu e meriton. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Nuhi a.s. ju drejtua popullit të tij, çka keni ju që nuk e madhëroni Allahun Azza wa Jall? Besimtari duhet ta madhëron Allahun, besimtari duhet ta madhëron fjalën e Allahut, besimtari duhet të ketë kujdes shumë në jetën e tij kur është në pyetje dhe kur vije fjala Allahut Azza wa Jall. Ka thënë Allahu. Kjo për besimtarin është shumë e madhe. Dhe gjithashtu kur flet besimtari, kur flet muslimani për Allahun Azza wa Jall, duhet të ketë shumë kujdes, duhet të ketë shumë respekt, duhet të ketë shumë madhërim kur të flet për Allahun Azza wa Jall. Mos të përdor shprehje, mos të përdor fjalë që nuk i takojnë Allahut Azza wa Jall. Shikojeni Ibrahimin a.s., i cili i kundërshtoi idhujt e ndryshëm, i cili i kundërshtoi zotrat e rrejshëm, i cili i kundërshtoi gjitha ato devijime të asaj kohe. Dhe pastaj Ibrahimi a.s. foli dhe ju tregoi atyre idhujtarve kush është Allahu Azza wa Jall. Dhe shikojeni fjalë për fjalë. Tha Ibrahimi a.s. dhe këte Allahu Azza wa Jall e përmendi në Kur'an duke thënë: Alladhi khalaqani fa huwa yahdin والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. سبحان الله. Ky është Allahu Azza wa Jall. Kush është Allahu? Alladhi khalaqani. Ai i cili më ka krijuar. Ai është krijuesi, ai i cili ka krijuar çdo gjë. Alladhi khalaqani fa huwa yahdin. Ai është i cili më udhëzon mua. Allahu më ka krijuar, Allahu më udhëzon. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Ai është i cili më mundson që unë të ushqehem dhe unë të freskohem. Ai më jep me ngran, ai më jep me pi. Wa idha maridtu fa huwa yashfin. Dhe kur unë të sëmurem, ai më shëron. Subhanallah. Dhe shikoni këto fjalë, nëse pak do keni mundësi që ta bëni dallimin ndërmjet atyre. Kush është Allahu? Ai i cili më ka krijuar, ai i cili më udhëzon, ai i cili më ushqen, ai i cili më freskon, ai i cili kur unë sëmurem,
ai më shëron. Subhanallah. Në të gjitha Ibrahimi a.s. tha, ai është i cili, përveç të sëmundja tha, kur unë sëmurem. Ky është morali i lartë. Kjo është sjellja. Kjo është edukata ndë Allahut Azza wa Jall. Megjithse kishte mundësi që të thot, kur ai më sëmur, ai më shëron. Ja. Wa idha maridtu. Ky për emër vetor i cili vjen për vetveten, Ibrahimi a.s. në rastin e sëmundjes e kthej në veten e tij. Kur unë sëmurem, jo kur Allahu më sëmur. Megjithse çdo gjë vjen prej Allahut, çdo gjë është me caktimin e Allahut. Mirë, po Ibrahimi a.s. nga edukata e lartë nuk tha, kur Allahu më sëmur, Allahu më shëron. Jo, kur unë sëmurem. Kur unë sëmurem, Allahu më shëron. Ai i cili më ka krijuar, ai është i cili më udhëzon, ai i cili më jep me ngran, ai i cili më jep me pi. E kur unë sëmurem, ai është i cili më shëron. Walladhi yumituni thumma yuhyin. Ai është i cili do të më vdes mua. Pastaj ai është i cili do të më ringjall, dhe tek ai shpresoj që të mi fal gjunahet në ditën e gjykimit. Kështu ishte përshkrimi, kështu ishin fjalët e Ibrahimit a.s. Dhe kështu besimtari do të ketë kujdes në çdo fjalë që e thot për Allahun Azza wa Jall, në çdo aspekt të jeti edukuar me sjelljen më të lartë, me moralin më të veçantë, më të dalluar, me karakterin, me edukatën e nivelit më të lartë ndaj Allahut Azza wa Jall. Pastaj vjen sjellja e mirë ndaj krijesave. Nëse mungon sjellja e mirë ndaj krijuesit, çdo sjellje tjetër është e pavlerë. Andaj besimtari duhet të ketë kujdes që së pari të jeti edukuar, i sjellshëm, me moral të lartë ndaj Allahut Azza wa Jall. Pastaj ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj ndaj gjithë krijesave. Andaj ne së bashku do të ecim, do të vazhdojmë hap pas hapi me sjelljen që i takon besimtarit në gjithë jetën e tij, së pari ndaj Allahut e pastaj me radhë. E lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na jap edukat të lartë, Allahu të na jap moral të mirë, Allahu të na pajis me sjellje që i takon besimtarit. E lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na ban prej atyre që mundohemi të ecim hap pas hapi në pasimin e modelit ton, sjelljes, shëmbëltyrës më të lartë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E lutim Allahun Azza wa Jall nga fjalët që i dëgjojmë të marrim mësim edhe t'i praktikojmë. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu إليه.